Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Jemi live këtu në Dritare TV me lajmin më të fundit. Klodian Braho zgjidhet drejtuesi i ri i strukturës posaçme antikorrupsion. Ai ka marrë 7 vota nga 11 të mundshme, nga 11 antarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë pas një seance maraton ku 4 kandidatët tashmë zyrtar të njohur publikisht shfaqen, shpalosën platformat e tyre, por ai që ishte më i preferuari, pra më i vlerësuari, ishte Klodian Braho. Lajmi tjetër është që në një farë mënyre është zgjedhur i preferuari i amerikanëve. Ne duhet ta themi këtë që Klodian Braho ka pasur një mbështetje ndonse jo publike si herët e tjera, si zgjedhja e zotit Dumani apo zotit Kraja, nga përfaqësues të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe këtë ne kemi ndjerë, madje kemi diskutuar edhe në emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Po kush është Klodian Braho? Ne her pas here kemi folur dhe mua më vjen mirë që në këtë studio, në këtë emision, ne e kemi nxjerr Klodian Brahon si njeriu më të quotuar bashkë me zotin Xholi, Adnan Xholi, por Klodian Braho pra fitoi dhe kjo është një gjë goxha e mirë për emisionin, për atë që ne kemi trajtuar. Kush është Klodian Braho? Klodian Braho ka lindur në 21 korrik të vitit 1982, pra ai sapo ka mbushur 43 vjeç, 43 vjeç e disa muaj. Vendlindja e tij është në Skrapar, vendbanimi sigurisht është në Tiranë. Ndonse në CV-n e tij ka të shënuar gjendjen civile beqare, në fakt ai ishte martuar dhe ka 2 fëmijë. Ai ka mbaruar fakultetin e drejtësisë nga viti 2000 deri në vitin 2004. Në Universitetin e Tiranës. Në vitin 2005-2008 ka bërë për 3 vjet shkollën e magjistraturës, profili prokuror, po në Tiranë. Ka bërë disa trajnime që janë të shumta, por unë po rendis ato që janë të eksperiencës në punë. Ka qenë prokuror pranë prokurorisë rrethi gjyqësor Berat, i emëruar në datën 14 nëntor të vitit 2007. Gjuhë e huaj, anglisht niveli shumë mirë dhe italisht niveli mirë. Shumë e rëndësishme që sigurisht amerikanët nuk mund mbështesin një që nuk e ka anglishtën shumë mirë, por niveli sigurisht shumë mirë i tij është favor për të. Njohuri në programet kompjuterike, këto në fakt për mendimin tim këto nuk duhet të shënohen fare, sepse jo vetëm një prokuror, po çdo person që pretendon që ketë një profil të lartë në profesionin e vet, nuk duhet ta diskutojë pjesët e kompjuterit. Punimet shkencore. Gjatë vitit 2 të shkollës magjistraturës, zoti Braho ka mbrojtur temën e diplomës, sekuestrimi dhe konfiskimi në ligjin për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar. Kjo është tema e zotit Braho. Ka botuar një artikull shkencor, masat parandaluese pasurore të parashikuara në ligjin për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, botuar në revistën Jeta Juridike në dhjetor të vitit 2007. Artikull shkencor Instituti i Konfiskimit në ligjin për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, botuar në revistën Tribuna Juridike. Pra, kjo është CV-ja e zotit Braho. Duhet veçuar që performanca e zotit Braho sot ishte me të vërtet mbreslënse. Ai pati një artikulim radh parë, unë e shikoj e them artikulim sepse dalloi dhe veçoi mes edhe kandidatëve të tjerë, kishte një fjalor goxha të pasur, jo vetëm juridik, po duket që formimi i tij është general. Zoti Braho, një nga momentet më interesante është, kjo është fotoja që është bërë në ambientet e SPAK, një përfaqësues i lartë i diplomacisë amerikane në Tiranë, ka qenë në cep të fotos. Ne kemi një, nëse është mundur regjia full, po, shkruajtur Klodian Braho, pra zyrën e tij, dhe profesuesi amerikan ka takuar zotin Braho në zyrën e tij. Do thoni, po mirë, mund t'i takoj gjithë, po, mund t'i takoj gjithë, po kur kjo postohet, pikërisht kjo foto postohet në faqen e ambasadës amerikane, këtu diplomatët flasin me gjeste, me veprime, jo me deklarata. Dhe po thosha që një nga momentet më interesante gjatë fjalës së tij, shpalosjes platformës së tij, por edhe të pyetjeve të bëra nga anëtarët e KLP-s, ishte që ai pranoi dhe tha se ka pasur presione në forma të ndryshme, direkte dhe indirekte, por zgjidhja vetme, domethënë, ka qenë ajo e ligjit.
Ja çfarë ka thënë konkretisht zoti Brown, ligjërat drejt. Edhe pse kam ndier presione direkt dhe indirekt, por jo vetëm tani, sepse tani jemi në SPAK, kemi mbrojtje, por edhe kur nuk i kemi pasur këto, ka një rregull, çdo çështje e vështirë ka një zgjidhje të thjeshtë. Do zbatosh ligjin sepse ajo është zgjidhje që nuk të lë të gabosh. Kjo ka qenë zgjidhja ime, ka thënë zoti Brown sot në përgjigjet që ka dhënë ai një pyetje të bërë nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Zoti Brau, pra, me këtë është drejtuesi i tretë i strukturës posaçme antikorrupsion, mbasa bën krahas e Altin Dumanit, dhe ai do ketë një mandat 3 vjeçar pa të drejtë përsëritje. Ai do marrë detyrë 19 dhjetor, sepse ky është afati, pra në 18 i mbaron mandati i zotit Dumani dhe 19 dhjetor zoti Braho, pra do marrë detyrën zyrtare të ushtrimit të kësaj zgjedhje, pra të lexojmë edhe një herë vota. Pra zoti Brau, siç e thash, ka marrë ka një problem regjia, po. Zoti Brau ka marrë 7 vota, Adnan Xholi 3 vota, pra në vend të dytë zoti Xholi, edhe ai performoi, kishte një performancë goxha të mirë. Ervin Gokaj 1 vot, Doloresa Musabelliu asnjë vot. Duket tu se kjo ka një lloj diskriminimi gjinor, sepse zonja Musabelliu për hir të vërtetës edhe ajo pati një performancë goxha të mirë. Megjithatë, me 11 prokurore dhe mund të mos marrësh asnjë vot, dhe zonja Musabelliu është shumë e re, karrierë ka përpara, një ditë mund të jetë ajo drejtuese e SPAK, dhe nuk është çudi, madje ne kemi thënë dhe në emisionin Dekalog. Ajo që është shumë e rëndësishme është një diskutim për Republikën e prokurorëve. Ja çfarë tha zoti Klodian Brau kur e pyetën që në cili ishte komenti i tij. Ky është momenti, dua ta komentoj këtë, është shumë interesant. Zoti Brau ishte i 4 në renditje që lexoi platformën e tij, pra bëri publik platformën e tij përpara anëtarëve të KLP-s dhe në një moment u ul në karrikën ku janë ulur dhe kolegët e tjerë, por është një detaj që ne gazetarëve nuk na shpëton syri. Ai po përgatitej me materialet e tij, po nga çanta nxjerr një gotë. Pra ai kishte marrë gotën me vete. Deri këtu shkon, është moment shumë interesant, shumë interesant. Mund mos vlej fare për Klodian Brown, thotë, po gotën kisha thënë se do pinte unë ujë, se ku me çfarë do pinte, me bidon do pinte ujë, domethënë është një lloj sikur do ishte lajm që prokurori pi ujë me bidonin, kthen bidonin, apo që drejtuesi i ri i SPAK ka marrë një gotë me vete. Domethënë deri në këtë detaj ka shkuar mendja, se ai ka parë gjithë aty që s'ka pas gotë, dhe imagjinoni tani drejtuesi i strukturës posaçme antikorrupsion merr dhe bidon ta kthente kështu sikur të ishte bidon rakie. Por ai ishte treguar goxha i kujdesshëm dhe në këtë moment. Vijoj më tej, kemi, ndërkohë të nderuar teleshikues, ne do kemi dy zotrinj dy të ftuar në këtë bisedë mbas zgjedhjes së zotit Brau. Do kemi avokatën e njohur Margarita Kollaj, që është duke ardhur në këto momente, dhe ekspertin kriminalist Artan Rexhepi, 2 personalitetet fushave përkatëse të tyre, dhe janë persona që kanë pasur të bëjnë, kanë pasur çështje me përfaqësuesit e strukturës posaçme antikorrupsion dhe e njohin shumë mirë këtë strukturë. Ndërkohë në ana tjetër, po për zotin Braho, po thosha që një moment interesant ishte dhe ajo për pyetja për Republikën e prokurorëve, sepse tashmë në Shqipëri është një debat që ka marrë goxha kohë dhe diskutime të ndryshme. Zoti Brau tha në fjalën e tij se unë nuk e njoh si term fjalën Republikë e prokurorëve, dhe se mendon se mund të ketë një të tillë. Është një diskutim, termi Republikë e prokurorëve më shkon dhe nuk do ta njoh këtë term. Nuk besoj se ka Republikë të prokurorëve në Shqipëri. Ata kanë për detyrë që në kodin e procedurës penale dhe vlerëson gjykata nëse kanë bërë apo jo. Nuk ka term të tillë. Nëse vendimi i gjykatave nuk na përshtatet, atëherë shohim rrugën ligjore. Nëse gjykatat e mendojnë të gjitha këtë gjë, atëherë kanë problem me mënyrën se si njerëzit e konceptojnë të drejtën, tha zoti Brau. Duhet përmendur dhe një moment tjetër, ka pasur një pyetje që mendohet që është nga ato pyetjet e forta, po themi,
një nga anëtarët e KLP-s e vuri përpara dy zgjedhjeve. Ai zoti Bravo pra u pyet nëse do zgjidhte stabilitetin e vendit apo vënë në vend të drejtësisë, teksa hetonte një çështje, pra është një pyetje me vërtet shumë interesante dhe thelbësore në mënyrën se si funksionon një prokuror dhe një drejtues i SPAK-ut. Zoti Bravo tha, kam pasur çështje që kanë shkaktuar efekte, por nuk kam menduar ndonjëherë se hetimi i një çështje sjell probleme në stabilitetin e vendit. Mendoj se hetimi i një çështje sjell të mira për vendin dhe nuk e destabilizon atë. Stabiliteti nuk komentohet me këshilla apo vendime, por mblidhet Këshilli i Sigurisë. Një çështje penale nuk e sjell një problematik për stabilitetin e vendit, nuk mund mbulohet një vepër penale me asnjë arsyetim tjetër. Ky është një arsyetim më të vërtet mbreslënës, do të thosha, sepse fjala stabiliteti i vendit, çdo më thon stabilitet, mund të thuash, do të thonë vihet në pikpyetje stabiliteti i një qeverisje, fjala vjen, po jo stabiliteti i vendit, sepse një prokuror arreston një funksionar të lartë publik. Si mund të vihet në diskutim kjo? Apo dhe një ishë, sepse Shqipëria ka pasur turbulenca jo pak në këto 35 vite dhe më kujtohet që edhe kur janë arrestuar funksionarët e opozitës, Shqipëria me të vërtetë ka pasur destabilitet. Zoti Bravo tregojnë në platformën e tij edhe mënyrën se si ai do menaxhonte sfidën më të madhe që ai do kishte si drejtuesi i SPAK dhe cila ishte kjo sfidë. Nuk do të shpik gjërat, ka thënë zoti Bravo. Qëllimi dhe synimi i punës time është ndjekja deri në fund të çështjes, standardet dhe ndjekja dhe respektimi të drejtave të njerëzit. Pikë referuese do të jenë institucionet partnere ndërkombëtare. Nuk do të shpikim gjërat. Hetimet e përbashkëta të kaluara na kanë dhënë mundësi që të kemi eksperiencë dhe gjërat i shohim ndryshe. Sfida më e madhe është institucioni i SPAK të maturohet dhe të kalojë në atë pikën e pakthyeeshme. Mos të ketë më rëndësi se kush shkon prokuror apo zëvendësues, por të ketë standarde. Kjo realizohet duke ruajtur pavarësinë e institucionit të prokurorëve dhe duke rritur institucionin me standarde më të mira. Pra është një përgjigje shumë profesionale, po themi mbreslënëse për opinionin publik, sepse zoti Bravo nuk e ka personalizuar mënyrën se si funksionon një drejtues i SPAK-ut, por ka thënë që dhe këtë dua ta përsëris, sfida më e madhe është institucioni i SPAK të maturohet. Pra, ajo që ai premton publikut është që zoti Bravo, pra, do ta vazhdojë atje ku ka lënë zoti Dumani dhe të maturohet ky institucion dhe të kalojë në atë pikën e pakthyeshme. Pra, nuk mund të ketë një kthim mbrapa, një hap pas të SPAK-ut. Ky është lajmi, po them, lajmi i parë që u zgjodh Klodian Bravo. Lajmi i dytë që është i preferuar i amerikanëve dhe lajmi i tretë është premtimi i tij që SPAK të kalojë në maturim dhe të mos kthehet të mos jetë në pikën e kthyeshme, pra që të bëjë hapa pas. Pra jemi në një moment me të vërtet shumë deciziv të mënyrës së funksionimit të këtij institucioni. Po si realizohet kjo? Zoti Bravo ka thënë se kjo realizohet duke ruajtur pavarësinë e institucionit të prokurorëve dhe duke rritur institucionin me standarde më të mira. Realisht është një fitore e madhe për drejtsinë dhe SPAK-un, sepse besoj dhe mendoj që të dy forcat e mëdha politike në vend, edhe majoranca dhe opozita, nuk është se për zotin Bravo kanë pasur preferenca të tyre. Ai ka pasur shumë çështje që me funksionar të arrestuar dhe të gjykuar, por edhe me personazhe të botës së krimit. Nga ana tjetër, unë do shtoja që zoti Bravo tashmë ka një karrierë goxha të pasur dhe të gjatë në sistemin e drejtësisë, veçanërisht ato të prokurorisë, e theksoj këtë, nuk është një prokuror që ka bërë një ndërprerje dhe është kthyer ose rikthyer, nuk është një prokuror që ka mbajtur detyra të tjera, qoftë edhe në gjykat, qoftë edhe si avokat, por ai ka qenë gjatë gjithë kohës prokuror në fillim të krimet e rënda, pastaj dhe në Berat, në krimet e rënda, në prokurorinë e Berat dhe tashmë prej disa vitesh në strukturën e posaçme antikorrupsion. Është me të vërtetë një lajm i mirë. Në këtë studio unë çfarë kam pyetur jurist, avokat, gazetar të Kronikës së Zezë ose jo, për të dhënë opinionin e tyre për zotin Bravo, nuk kam dëgjuar askënd që të shpreh dyshime, të ketë dyshime për profesionalizmin e tij. Dhe kjo është një vlerë goxha e rëndësishme për drejtuesin e ri të SPAK.
Në këto momente na bashkohet Artan Xhepi, ekspert kriminalist, mirë se erdhe. Mirë se gjete. Dhe faleminderit që na u bashkove në këtë është herë e parë që vjen këtu zoti Xhepi, po unë kam pasur gjithmonë kënaqësi të t'ju kisha. Edhe për mua është kënaqësi e madhe. Por kam bërë një zgjedhje të bukur, kanë ftuar ditën kur u zgjedh drejtuesi SPAK. Evenimentesh. Nuk zgjedh çdo ditë drejtuesi SPAK. Ja, nuk. Impresioni i parë kur u zgjedh Klodian Brau, cili ishte? Përshtypje pozitive kam dhënë, megjithëse nuk kam pasur rastin që të punoj kështu drejt për drejt, domethënë se jemi. Ore si s'ka njeri të flasi keq për atë më. Po. Tash ata një përzgjedhje selektivitete e kanë bërë që kur kanë kaluar prokurorët SPAK-ut. Një filtr e kanë kaluar. Po, pra, e kanë kaluar një filtr. Kështu që i bie të mundshëm kanë qenë të gjithë, domethënë në aspektin e kanë kontroll figure, ju e dini më mirë se unë, kanë përgjim telefonik non-stop, kanë firmosur ca deklarata, janë verifikuar në tërë shkallët nga shërbimet shqiptare dhe nga shërbimet e huaja, kështu që një filtër e kanë kaluar. Pastaj kjo ngelet, pastaj kjo pjesa morale, komunikim me publikun, ndoshta nuk krijon në shtip që s'krijon përplasje të kota, kështu që kjo është kjo pjesa sjelljes. Gjithsesi, domethënë, për mua eveniment është që zgjidhet dhe për më tepër ju dëgjova që po vijaj që ka premtuar që do vazhdoj rrugën. Kështu që rruga nuk ka pikë të kthyeshme të SPAK-ut. Jo, janë dhe të detyruar në fakt, me së drejtën. I kanë marrë ato të detyruar. Shiko, tani të detyruar, po mos ishin kështu, nuk ishin ata amerikanët aty dhe gjermanët, italianët. Jo, unë të amerikanët jam, me thënë drejtën. Jo, unë thash 3 lajme, nuk e di nëse më ndoqë nuk e ardhur rrugë. 1, zgjidhet Klodian Brau, 2, zgjidhet i preferuar i amerikanëve, dhe 3, zgjidhet ai që ka premtuar që SPAK nuk do ketë kthim pas. Jo, për jetë vërtetës, roli i individit është i padiskutueshëm, kështu që me shumë të drejtë e shtrohet pyetjen. Për shembull, patash kështu të jem me konotacion negativ ndaj zotit, ndaj Paraarsit. Paraarsi Nureddin Dumanit me Nureddinin pati një hap cilësor, më fal, Altin Dumanit. Se më ngrive gjakun, thash që ishte ky, thash unë po fletet ti si Sali Berisha më burë. Kështu që në këtë kuadër, domethënë. Jo, çfarë do dohet ti që në 3 vitet e mandatit të zotit Brau, domethënë të kishim diçka ndryshe. Domethënë, ai ka bërë premtimin që SPAK-u nuk ka kthim pas. Po gjithsesi disa gjëra ne i kemi, se ai nuk është institucioni perfekt që ka Shqipëria, por është institucioni si që një funksionari i BE-s që po jo që Shqipëri SPAK-u nuk ka asgjë. Që sa e bukur. E bukur është kjo, vërtet. Sepse nuk njerëzit kanë filluar kështu në kuptimin figurativ të kërcënojnë të gjose të çojnë SPAK, por praktikisht e ka fituar këtë. E kanë fituar këtë. Për hir vërtetës unë do ta çmoja më shumë tek pjesa politike. Pjesa politike ka patur stek lart shumë. Kështu që kanë qenë personalitete të drejtësisë. 2 president, 2 kryeministër, edhe zoti Berisha, edhe zoti Meta, të 2. Këta janë ish, pavarësisht se janë domethënë demat politikës shqiptare, por 2 zëvendës kryeministra. Ka persona kryetari i Bashkisë Tiranës. Ka persona që janë në detyrë, kështu që ministra, deputet, kështu që jo, edhe statusi i ish presidentit, ish kryeministrit tani, nuk është pak, se zoti Berisha është akoma aktiv në politikë, zoti Meta është akoma aktiv në politikë, nuk janë të larguar nga politika. Se po ti ishi shtëpia në pension, do të thonë kjo duhet shumë, po pse një pensionist, për shembull, zoti Berisha, po ti ishe në pension. Çfarë do thoshim ne? Do të thonë SPAK-u arrest do të thonë la në arrest shtëpi një pensionist. Ky do ishte titulli. Meqense përmendet pensionin, bëheni titullin që është titulli thënë, që ndoshta po të kish pranuar pensionin mbase s'do të kishte këtë përplasje. I bindur për këtë? Jo, kështu flitet tash, nuk është se kam informacion. Jo, ti vetë, ti ke një profil të lartë në punët e drejtësisë. Thjesht për hir të vërtetës intuita profesionale. Do të thonë zoti Berisha, do të ishte në pension. Do pensionohesh, mbase nuk do të investosh. SPAK nuk do merresh hetimit, sepse unë mund ta shtrej edhe më tutje se kaq. Me lejen tuaj. Patjetër. Praktikisht është një metodë pak ndryshe, po si e Kosovës. Kush nuk kap krahun, i nështrohet drejtësisë. Shkurt, janë ca nivele që nuk thyen dot. Ju kanë materiale, sepse kush ha bukë bën dhe thërime,
korruptive, ndoshta diku me dashje, diku pa dashje. Kusha buk bën thërrimi, me thënë drejtë nuk vlen për Shqipëri. Nuk të vlen shumë. Në Shqipëri lçon thela. Tani kusha buk bën thërimi, pa çfarë thua tani çfarë thërimi? Nëse nuk doja ti përgjithësoja. Me 50 milionë euro nuk janë thërime tani. Jo, doja të rija kështu në. Jo, një i ndershëm edhe bën thërime, po shumë mirë the, një i ndershëm. Po një pa ndershëm. Jo, e kisha që në planin që edhe nëse se ke motiv të drejt për drejt, le të themi abuzimin ose vjedhjet, në moment që historia mbaron, sepse dhe rasisht aty nuk e ardhur tani, duhet i themi këto gjëra, asgjë nuk ndodh rasisht. Mund të ishte ju president, mund të isha unë, mund të ishte dikush tjetër, nuk janë njerëz me brirë në kuptimin, po që ndodhen në vend e dur, kanë personat e dur, është kriku i dur që i ngre kështu përpjet, kështu që në këtë kuadër kur ai kriku që të ngre përpjet thotë ti duhet të ulesh, atëherë ti duhet të ulesh. Kemi një video të shkurtër që unë e komentova pak më parë, do doja regjia edhe një herë. Zoti Bravo kur ulet, momentin kur ulet në tavolinë, kur ulet në karrige në tavolinën që do lexoj platformën e tij dhe u përgjigj pyetjeve, është një detaj aty që gazetarët e di, do të shulur aty. Ai ka parë që kishte shishe si ty, po ti e ke gotën, atje s'kishte gotë dhe ai çfarë zori gotën nga çanta. Tani duaj një koment aty. Shikoj një herë dhe pastaj komentin. Shikoj tani, ul zoti Bravo. Akoma s'kan ardhur antarët e klubit, po i ul përpara, se i rregull, korrekt, me orarin, ai i vajt ora ulet atje. E bëri telefonin salët, nxori nga çanta, nxjerr nga çanta. Nxjerr nga çanta një gotë. Shikon? Pse? Sepse e më prokurorit, drejtuesi s'pak marri bidonin, kështu ta kthej kështu si rakiet. Si vlerësoni këtë? Vlerësoj kujdesi nivelit lartë për performancën. Bravo i qoftë. Edhe për të vërtetës, nëse do të ashtri vlerësimin, është një vetë kontroll i lartë, sepse aty vetë kontroll. Atje ngarkesat janë shumë të larta. Nëse s'ka qenë i paracaktuar, sepse si mund të ketë një prokuror ngarkesë? Ai kur të thret prokurori dridhet. Jo, në prokurori dhe dëshmitar të shkosh është problem. Po patjetër. Çfarë thua? Ora ka mbuluar prokurorin. Por ai është para një provimi dhe Napoleoni thoshte që më mirë 3 betejë se sa një provim. Kështu që në këtë kuadër. Jo, Napoleoni thoshte kështu, edhe generalin kur ulet në bankën e shkollës bëhet fëmijë. Po. Kështu që në këtë kuadër edhe generali kur ulet në bankën e para shkollës një bëhet provimi fëmijë. të madh. Gjithsesi unë gjykoj që ndërkombëtarët që bëjnë këtë lloj monitorimi të nivelit lart për vërtetës, duke mos përjashtuar rolin e individit siç e tham përpara. Po? Janë diskutuar dhe janë sheshuar gjërat. Kjo ishte një kështu. Tani ta bëdhon me gotë si jo me gotë. Në shembullin e zotërisë. Jo, po ti se morë me vete ta kishim lënë këtu. Po se ajo është ke element të sigurisë, që kërkon siguri të lartë ndoshta. Tani jo, ai se bëri për siguri kam. E bëri se s'kishte gotë atë. Më do tani drejtu dhe kthende bidonin kështu tani nuk shkon. Tani kam një pyetje të tillë për klasën politike shqiptare. Pa në dallim, majtas djathas. Shtet opozit. Është lajm i mirë apo lajm i keq zgjedhja e Klodian Bravës? Nuk di ta them, do ta shikojmë në të ardhmen, po që fakti që monitorohet për mua është brenda atyre shinave, thash, duke mos i përjashtuar vlerat personale të parashit. Për vërtetës pati një ngritje steke. Unë një cen i njoh, nëse mund ta them, ishte në momentin e zgjedhjeve pati një apati pak, ose e thënë ndryshe, unë në zgjedhje kur në mandat e parë thotë? Jo, në momentin e zgjedhjeve politike. Unë në zgjedhje që t'jem. Do në 11 maj ke fjalë. Zgjedhje parlamentar 11 maj, jo, jemi të qartë për atë. Unë në zgjedhje, sepse faktikisht Spaku e krijoi panikun në bursë, që t'jemi ndershëm, sa Rama u detyrohet në lidhje patronazhise të vëzhgonë e jep të kuraja, domethënë atë deklaratë që dha, bursa u trondit, nëse mund të flasim kështu figurativisht. Pra, krijoi idenë që kush ndërhyn do të ndëshkohet dhe shumë mirë te kjo pjesë. Dhe për i vërtetës prisja një 2-3 arrestime. Një 2-3 arrestime modele pak përpara që të rritë një lloj frenimi, sepse po ta shtrim më tej bisedën, unë jam i mendimit që fitoria ishte, po ka shtesa. Kështu që nuk është se do ndronte rezultat, po që tjetë ajo realja. Sepse kam përshtypjen që po vazhdojnë, ky reagimi tani më passhëm, na kthen ndoshta ke 96, jo me historitë ngjashme, kur që fitoria e super pushtetshme. Tani këtë e ke thënë një vend tjetër këtë? Jo. Sepse të njëjtin krahasim kanë bërë vetë këtu, këtë studio. Jo. Është tamam super majoranca të fikin. Po pra, super majoranca, super pushtet. Prodhojnë probleme
Para si ti thanë që përsërit ca zona nuk i përsërit edhe ndodhen. 40 zona. 40 zona që ndodhen. Madje Pjetër Abnori ndjerë tha, ishte shumë dakord dhe tha duhet të përsërisim tha. Se Gjoj Berisha. Jo, unë si kam të informacione, po që thjesht Pjetër Abnori ka sepse kanë folur vetëm atë në atë kohë. Tani flasim për pritshmëritë. Do të thotë çfarë, Dumanin e kemi analizuar shumë herë. E kemi bërë, në këto 3 vite e kemi analizuar. Tani çfarë duhet bëj Klodian Brau që ta vazhdoj atje ku la Dumani, të mos ketë kthim pas, po më të rrisi disa parametra. Kjo ja bën shumë vështirë betejën. Ja bën vështirë. Dumanin unë me ulje ngritjet që ka komente majtas tjata klasifikoj një lloj kampioni, kështu që do konkurroj një kampion për i vërtetës tash. Duhet i themi këto gjëra, unë thash zërat e mia, kam pasasin të jem gjyq, ndoshta një ashpërsi kështu ose një pushtet ndoshta pak mbi normale të prokurorëve të Spakut, individualisht kjo, thjesht në komunikim, po ndoshta i vjen dhe nga statusi që kanë pas lloj të keqe, jo në shtërmbërim të akuzës, po që do konkurroj me një paraardhës që le themi ka lënë rekord Rifat Deliu dhe ka ngeli pa thyer për vite, kështu që nëse mani mend atë rekordmen atletikës. Jo, okay, atë në Shqipëri, po mua më kujtua Sergej Bubka. Kështu që e bukur. Në kërcim me Shkop. Më vizionar, po unë nuk theva ke Shqipëria çfarë. Po Sergej, ai ishte i pathyer, kaloi stekën se për koincidencë ka qenë disa vite më parë Sergej Bubka në Tiranë edhe ka qenë te Universiteti i Sporteve dhe më tregonin ata profesorët atje që nuk na besojnë që ai njeriu që theu çdo rekord. Janë rusët, lindje, po janë prodhuar. Ai ishte Ukrainës. Nëse, kuadrin e Bashkisë Sovjetike. Dhe Klodian Brau duke thënë që është do të thënë i ka lënë një stek të lartë Dumani. Absolutisht. Që ai është i dënuar që të mos e ul. Është dënuar ta minimalisht të luaj barazim. Dhe nëse luan mirë, është shumë mirë. Edhe nëse luan në këto nivele. Nëse luan një sugjerim nëse mundet. Patjetër, se unë prandaj e kam ftuar. Do kisha shumë dëshirë që hetimet mos ngelen vetëm në kuadrin arrestojmë këto që kemi në Encrochat, po të kenë shtriri. Tash u arrestua X band, kjo banda me kë lidhet. Me kë punojnë sta zëm policie. Me kë oficer, me kë punojnë shërbimit për shembull dhe tjetër, sepse asgjë nuk funksionon vetëm. Nuk mund të bësh një band vetëm. Pa patur suport mbrapa, nuk është. Tani një element që u diskutua edhe nga KLP-ja është masat e arrestit. Tani duhet ta ndryshojë Spaku këtë? Sidomos për funksionarë të lartë. Dhe kemi këtu Ilir Metën president, Sali Berishën, Erion Veliej. Për hir vërtetës masat e arrestit në Shqipëri janë të rënda, kritikohen nga gjithë bota, por nëse do t'i lesh të lirë, duhet t'ju humbasë, ose më saktë duhet t'ju ndalosh aksesin me provat. Dhe nëse arrin t'i ndalosh aksesin me provat, për mua nuk ka ndonjë gjë që ta gjykosh në gjendje të lirë. Sepse fakti i gjykimit në masë arresti jo vetëm nga Spaku, por edhe nga prokurorët tjerë, gjykohet një njeri në masë arresti dhe pastaj nuk ka burr ose grua, domethënë gjyqtar ose gjyqtare t'japi pavajsinë sepse i bie të penalizohet prokurori. Atëherë mundohen t'i gjejnë cene mbas cenës si t'i mbajnë në arrest, kështu që gjykimi i lirë për persona që nuk prishin provat ose se je në gjendje ta izolosh nga provat, nuk kemi pse të jemi kaq represiv. Për vërtetës presidenti i Francës kaq vjet gjykim tani vajti në burg, kështu që mirë është të modernizohemi në atë aspekt me këto arrestet. Jo, i vetëm ndryshime. Dikush është zotëri Xhepi që presidenti i Francës ne e marrim si kazus. Okej. Do të vlem për Shqipërinë. Po ka një problem. Presidenti i Francës ishte në pension. Dakor. Pikërisht pra e thash të izolohen nga provat. Pra le të themi s'ka mundësi të ndryte prova. Themi le të ecë mekanizmi dorëheqjes për shembull, detyroshëm. Pra le ta lëm dorëheqjen fuqi, pra s'ka akses të hyn në kryeministri, edhe le të rinë në shtëpi. Mos arrestohet asgjë, po e marr si shembull. Pse thotë kryeministri? Jo, s'm kuptova. Le të rinë në shtëpi, le të shkon, është sindromi i Freudit kjo, të shkon atje ku e ke, të shkon goja atje ku e ke. Jo, nuk e kam, unë mund ta them domethënë, edhe nëse doni ta dini. Një ushtarak, nuk e di as më, oficer, le të kishte çfarë grade donte në moment që fillonte hetimi, ishte mas standarde që pezullohesh nga detyrë. Po pse vetëm ushtarak? Po pikërisht pra, nëse është mas standarde për një ushtarak, le të bëhet edhe për nënpunësit. Të jetë mas standarde ose ti duhet të thënë që të bëhet të shkruhet ligj, të bëhet ligj. Po patjetër. Që nëse prandaj e thash. Ndaj një zyrtari të administratës, të nivelit të ulët, mesëm të lartë,
të nisë një çështje penale, sepse ai është një vendim. Prokuroria nisi çështje penale, pra ka marrë vendim dhe ka parë disa prova. Do të thonë ai pezullohet apo çfarë? Duhet largohet apo si? Çfarë status? Pezullohet profesorisht. Kështu ka qenë. Deri në mbështetjen dhe nuk i ikte vendi punës. Merrte rrogën, por i hiqeshin vështirësitë. Domethënë ai merrte rrogën, i hiqeshin vetëm vështirësitë e shërbimit, le të themi një 30%. Por ushtarak të ke fjalën. Po për një zyrtar, si duhet bërë? Ta marrë rrogën. Ta marrë rrogën. Ta marrë rrogën. Por jo, s'ka punë në zyrë. Jo, ideja jeca linjës që nëse gjykohen të lirë, të mos kenë akses ke prova. Kjo më pëlqej ka shumë kjo. Kjo është për çdo lloj në punësi. Le të vendoset standard. Sepse me atë që thash nuk kam parasysh që u bë mirë ose keq, sepse po gjykohet në gjykatë kushtetuese dhe nëse doni mendimin tim, gjykata kushtetuese çfarë do lloj vendimi të marrë do të përflitet. Sepse është që ha diskutim nëse e gjykojnë. Po nuk hati ajo që nuk gabon. Si thot, si e ke edhe që si e ke intuitin? Unë nuk di raportin politik që kanë ata aty, se si janë zgjedhur, mund të shkojnë nga rrëzimi i largimit. Që do thotë që ata japin të drejtë zotit Rama apo prokurorisë? Mund të shkojnë nga zoti Rama, pastaj nëse shtojmë atë frikën e prokurorisë të përgjithshme, mund të shkojnë. Jo, këtu se diskutimi pastaj vazhdon se zoti Rama ka pasur standard tjetër me Samir Tahiri për shembull. Absolutisht po. Pra tani ne kemi dy standarde. Se në aspektin juridik, zoti Rexhepi, një standard do të ketë. Jo, zoti Rama ka një të drejtë që nëse gjykata kushtetuese thotë që ka drejt prokuroria të pezulloj, sepse ne prisim gjithë që realisht të shkonte në kuvend. Flasim realisht. Ai është rruga dur, po gjetën një ata gjetën një hapësirë, siç thoni ju ekspertët apo dhe juristët, që nëse nuk ka pengesa u i rrjedh. Kështu që ata gjetën një hapësirë dhe çmuan. Çfarë nuk ndalohet lejohet. Ajo që nuk ndalohet lejohet. Kështu që në këtë aspekt juristët pra zoti Rama kanë të drejtë juridike që ta çojnë atje. Absolutisht. Por ajo morale është që duhet të ishte larguar, duhet të ishte dhënë dorëheqjen me standardin që vetë Rama ka vendosur, sepse zoti Rexhepi ne kemi edhe teoria famshme e dardhave kumlla mbas spine, kështu që në këtë kohë. Jo, po kemi në këto 35 vjet kemi edhe dorëheqje morale që na bën të ndihemi mirë, të ndihemi mirë si shqiptar në kuptimin në aspektin politik. Ilir Meta për shembull, apo jo. Ka dhënë dorëheqjen Ilir Meta, okay, po Ilir Osmani ka dhënë dorëheqjen se vllai tiu për fol. Ai ishte shumë. Ajo është maja. Gjatë tepër kur thonë. Ajo është maja, ajo gati nuk është shqiptare. Ajo është kështu, evropiane, angleze. Nëse e riprodhoj eksakt me që përmendët, më duket ka qenë një incizim që për i të vërtetës unë i urrej këto gjëra, çdo gjë duhet bërë me leje, kështu. Për më tepër kur ulesh në trojesa private është shumë e shëmtuar. Më mirë thuj këtu mbaron. E vllajt zotit Rusmali. Këtu mbaron biseda, po. Në dijenin time sa më mend, ka qenë zoti Rusmali ishte ministri i drejtësisë. Po, ka qenë e di dhe konkurroi vllai për diçka dhe të gjithë kemi vëllezër motra dhe ideja ishte po qem kushtet barabarta, domethënë mos më favorizoj. E ku që nga krimi këtu tash po qem kushtet barabarta. Kushtet barabarta ndash çorti ose ndaj unë. Tash këtu nuk është një. Dhe ai dha dorëheqje. Po, kështu që dhe kjo ishte një stek, edhe kjo një stek vlerë ishte. Tregon një standard që ka një profesion, ka një emancipim. Po edhe zoti Meta, siç e tha ty, për vërtet ka dhënë dorëheqjen zoti Meta si zënës kryeministër, që ishte një çështje sigurisht shumë herë më e lartë, më e rëndësishme dhe në formë skandali, po ai dha dorëheqjen, iku. Nëse krahasim me skandalet e sotshme është kështu me ca zero më pak për vërtetës. Po mirë. Dhe nëse ka ekzistuar. Shqipëria e ka kështu si rregull që sa më shumë vite kalojnë, aq më shumë rriten zerot e skandaleve. Edhe bisedat kur i bëjmë i shtojmë nga një zero veçu. Kur flasim për shifra. Tani vetë kështu ke pasur një rast ta njohësh Klodian Braun? Jo, nuk kam patur. Nuk e pasur. Distancë kam konsiderat për vërtetës. Po? Opinioni si e ka Klodian Braun, çfarë thonë avokatët e këta zyrat avokatisë, si e ka? Nuk para, të them do ta thosh edhe pozitiv, nuk kam informacion, sinqerisht, nuk kështu. Aty një gjë nuk pëlqeva unë për gjithë. Kjo eseja ishte kot për shembull. Ata nuk shkojnë për poet tash. Jo, zoti Rexhepi, nuk jam dakord. Je dakord? Jo, nuk jam dakord me ty. Jo, nuk jam dakord me ty, sepse ka diçka. Domethënë, eseja nuk është që ti të vihesh në provë sikur po bën gjyletësi. Po eseja është një gjë që po themi për profilet e lartë prokurorësh dhe drejtuesish të një institucioni. Dhe ata do hartojnë raporte, ata do komunikojnë me publikun, ata do komunikojnë me të huajt, me ndërkombëtar, ata do hartojnë
ose do organizojnë edhe konferenca shtypi, tani një funksionar i tillë, pa diskutim, për mua është e vlefshme. Dakor. Është e vlefshme. Unë kisha idenë. Dhe ne, po jo, ne shqiptarë nuk e kemi. Tek linja e profesionit. Po dakord, po tani profesionit ti kur drejton një institucion, ti duhet të kesh edhe artikulimin. Absolutisht. Fjalor të pasur. Çështje menaxherale mund të mos jesh shumë i zotit si prokuror dhe mund të jesh shumë i aftë si menaxher. Po ku bëhet dallimi një drejtuesi me një prokuror thjesht? Ka disa parametra dhe unë besoj që unë them që eseja është shumë e rëndësishme për çdo dhe në kulturën amerikane, se është duke na bashkuar edhe zëria Margarita Kola këto momente, në kulturën amerikane, eseja është çdo profesion. Nuk ka atë, një inxhinier duhet të shkruajë ese. Qartë. Margarita Kola është duke na u afruar në emision. Faleminderit zëria Kola. Faleminderit ju për ftesën. Sa kisha pa të ftuar më 100 herë të merja, jam në gjyq. Po ky është profesioni jonë i nderuar. Ja pra, të ftova edhe zotin e Xhepi dhe ju, të ftova për një ngjarje shumë të rëndësishme. Si e pritët ju zgjedhjen e Klodian Mraus? Unë në fakt Klodianin e kisha në atë mendjen time që Klodiani dhe mund të ishte kandidat për të zgjidhesh në Intuit. Unë kam pasur shumë dëshirë që të zgjidhej një femër në krye të SPAK-ut. Dhe Dolores. Po patjetër, pse jo. S'ka asgjë të keqe. Lobim. Por u zgjodh Klodiani dhe po mirë, ajo është çështja atyre që kishin në dorë për ta votuar. Unë mendoj që në fushën e drejtësisë, nëse bëjmë një listë me njerëz të suksesshëm, jo në Shqipëri, por në botë, kryesisht në radhët e prokurorëve, ka gra shumë të suksesshme prokurore, të cilat kanë bërë ndryshime epokale kur kanë ardhur në krye të prokurorive. Dhe nisur nga kjo, duke qenë se edhe me studime të fushës psikologjike, po edhe në kriminologji, zakonisht femrat janë më pak të korruptueshme dhe ne SPAK-un e kemi gjanë në thonjza pikërisht se duam që ai të luftoj korrupsionin. Mos e hap këtë muhabetin që femrat janë më pak të korruptueshme. Janë më pak të korruptueshme. Se kush e di pasaj na hap një folder tjetër këtu në emision. Unë të emisioni juaj ndihem aq e lishme sa do hap çdo folder. Sepse quhet dekalog. Dekalog. Tani, mua më duket ngarkesë e tepërt për i femër, pa dash të jem kështu, domethënë, është ngarkesë e madhe. Ka fëmijë sinqerisht pa dash të njeroj, janë për barazie, janë shumë inteligjente, nuk kanë asnjë lloj diferencë. Ndoshta kanë edhe prioritet në ndonjë rast. Po që ai rola që rën, nuk e di, nuk do t'ja rekomandoja një femër. Po mua nuk më duket roli vështirë nëse të gjithë prokurorët bëjnë punën e tyre, dhe për më tepër drejtuesi i SPAK-ut, shiko, në referencë ligjore, drejtuesi i SPAK-ut nuk është se drejtuesi i SPAK-ut përveç çështjeve që mund të ketë, çështjet veta, ndonjë nga çështjet vetë, drejtuesi i SPAK-ut në fakt më shumë është lideri i këtyre prokurorëve, më shumë duhet i frymëzoj t'i vëj në punë prokurorit, të nxjisi të rrisi, t'i mbështesi dhe të rrisi besimin e prokurorëve të cilët mund të arrijnë në investigime dhe në hetime më cilësore. Në aspektin e zbutjes pak të ashpërsisë do ishte shumë e domosdoshme një femër. Ose ndonjëherë kanë ashpërsi të tepërt. Ndoshta edhe për këtë arsye, po. Tani zonja Kola, si e pritet? Por Klodiani mendoja që mund të zgjidhej. Do të ke pasur. Shiko, unë di si vjen Klodianit. Jo, si vjen e din vetëm, por në një gjë kështu e një. Personalisht e njoh si një person i cili është person me shumë integritet, është njëri lexuar në mendimin tim, ka formim të mirë akademik, të paktën në fushën e jurisprudencës dhe për fushën ku ai është penalja, dhe një person që nga pikpamja kështu e këtyre aftësive ose si them vlerave personale është një person i ekuilibruar. Dhe mendoj që mund ta mbaj stekën sepse ka dy sfida përpara Klodianit. S'pari një herë duhet të mbaj nivelin që ka arritur Altin Dumani. Po, dhe së dyti, jo vetëm ta mbaj se kaq nuk mjafton, por duhet ta ngrej më lart. Dhe për mua problematika Çfarë do të ngrej më lart? Pikërisht do them, për mua problematika që duhet adresoj tani SPAK-u është cilësia e hetimeve. Pra, sepse deri tani ne kemi bërë tifozlik në sasi,
sa po procedohen penalisht, jo vetëm nga organizatat kriminale, po edhe nga politika. Kemi pasur një lloj, si them, tifozerie, sepse kemi qenë të etur që të përmbysim edhe të thyem ciklin e pandushkueshmërisë. Ndërsa shumë bukur, shumë mirë. Ishte etapë? Ishte etapë. Tani në këtë etapë duhet që të jetojmë me profesionalizëm. Pra, që do të thotë të rrisim cilësinë e hetimeve, jo kështu, sepse deri tani e ke fjalë për masat e sigurisë? Jo vetëm për masat e sigurisë, e kam edhe për hetimin e çështjeve në themel. Për shembull, këtu po qesh kolegu sepse e di shumë mirë çfarë janë niveli i hetimeve, e di dhe më mirë se mua, sepse këtu tek neve asnjëherë nuk shkojnë prokurorët të 2 deri në 3 prova, sepse po ti shkojmë doktrinës penale në thelbin e vet, në thellësinë e vet, duhet kesh minimumi 2 deri në 3 prova. Dhe një prej provave të jetë e tillë që mund të jetë edhe në favor të pandehurit. Ky do ishte gjykimi sipas doktrinës juridike. Këtu ka një prirje për të shkuar vetëm ka përgjime, me përgjime, ne arrestojmë njerëzit edhe i ndjekin penalisht. Pra ta që në ndjekin, për t'ja shpjeguar më thjesht, zonja Kola, marrim rastin e përgjimeve s'ka ECC. Ju jeni duke thënë që për prokurorin kjo nuk është e mjaftueshme kjo provë. Jo, nuk është e mjaftueshme. Atëherë duhet të ketë edhe 2 prova të tjera, thotë? 2 prova të tjera, po edhe 2 tjera në mënyrë që të jenë 3 prova të cilat janë të pakontestueshme për të realizuar ditë të shkuar brenda. Këtë duhet të ngrej. Jo, në këtë nivel duhet të arrijë cilësia e hetimeve të SPAK-ut. Edhe gjithë prokurorive të tjera. Tani vetëm Klodian Bravo e ka në dorë? Jo, nuk e ka Klodian Bravo në dorë. Klodiani do fusi frymën. Fryma ka shumë rëndësi. Për shembull, fryma që ndërtoja. Këtë se kuptoj. Si fut frymën një drejtues, sepse ligji është prokurori është i pavarur. Shiko. S'duam. Jo, nuk ka të bëjë me këtë. Jo, nuk ka të bëjë me pavarësi. Është fryma e mbështetjes, po. Shiko, nëse unë vitet dekalogu dhe Rolandi e zbret nivelin e bisedës të tillë që unë nuk eci dot me ritmin e Rolandit, atëherë Rolandi futi frymën që Margarita kur vit tjetër herë nuk do arrit të shprehet në atë nivel që do. Edhe në tek SPAK-u, nëse ka prokuror që kanë ambicie, duan të arrijnë, ambicie të mirë, ka prokuror që duan të bëjnë ndryshimin, të qëndrojnë. Domethënë në historinë e prokurorisë shqiptare. Kemi polifoton e SPAK-ut e 20 prokurorëve. Ju tha që ka ambicie. Ka prokuror që kanë ambicie, po. Kanë ambicie. Po patjetër që ka prokuror me ambicie. Full screen. Por unë nuk është se do t'i veçoja, por nëse një prokuror për shembull ka ambicie dhe do të arrijë për shembull, ka shumë të bëjë mbështetja që i jep struktura. Do të jeni duke thënë që mes atyre 20-ve ka? Patjetër që ka. Ka plot që mendoj kështu. Po për shembull Adnan Xholi është një prokuror me ambicie. Është një prokuror që ka bërë çështje të vështira, është një prokuror që është ndjer i kërcënuar së bashku me zonjën Musabelliu. Për shembull, të ndjesh i kërcënuar dhe përsëri ti të vazhdosh dhe të performosh dhe të bësh raste të tilla do të thotë që ti ke ambicie profesionale. Dhe nëse ka frymë mbështetëse nga i pari i SPAK-ut, patjetër që do performoj më mirë. Patjetër, ai nxit frymën e bashkëpunimit, ai nxit frymën e kualifikimeve të mëtejshme, ai nxit frymën e nevojës që kur dikush ka nevojë për mbështetje, shkon drejtuesi i SPAK-ut e mbështet. Jo, kam një pyetje të drejtë. A mund të thotë prokurori, një nga 19 prokurorë, se tani është drejtues zoti Bravo, thotë që ti s'u ndryn dot mua për këto që argumente që. Po patjetër me ligj nuk i ndryn, absolutisht, nuk i ndryn. Jo, nuk i ndryn, mbështetja dhe ndërhyrja janë të kundërta. Ai thotë prokurori, un po marr një rast hipotetik, ë. Prokurori thotë, s'ke punë, ligji është i tillë, kur ishte prokuroria piramidale, kishte drejt. Tani ti s'ke punë, atëherë si do ta zgjidhë zoti Bravo këtë? Se ky është edhe një konflikt juridik. Jo, nuk është konflikt juridik fare. Pse zoti Bravo nuk do ndërhyjë në mënyrën se si ai e mendon ta investigojë një çështje. Ti the një provë nuk vlen, duhen 3. Po. E di unë. Po mi pra dakord, ai nuk e ka arritur cilësinë. Atëherë çfarë bëhet? Gjykata nga ana e saj, duke performuar dhe gjykata më mirë, se ka disa hallka aty. Nëse gjykata do arrijë dhe gjykata të ngrihet në nivelin e cilësisë dhe thoj, ka filluar shenjat e para GKK-ja, ka filluar GKK-ja shenjat e para që ka rrëzuar vendimet të SPAK-ut, sepse ka thënë pa mjaftueshmëri provash, ose ka thënë të pushohet çështja sepse provat janë të pamjaftueshme. Pra, GKK-ja duke kërkuar performancë më të mëdha nga SPAK-u e detyron prokurorin kur të shkojë në sallën e gjyqit të shkojë më i përgatitur dhe të shkojë dhe të zbatoj ligjin, pra profesionalisht. Kam një pyetje për dy. Ore, SPAK-u
tundë Shqipërinë. Ore, po Spakun kush e kontrollon? Aty dolëm. Unë nuk jam për, le të themi, për liri absolute, paktën për nivele shqiptare për asnjë lloj organi drejtësisë. Dua të jem shumë i ndershëm me këtë. Dhe ta varin ti. Spakut. Se është ajo që tregon Ylli Rakivit, pastaj historia e Ylli Rakivit me Sabri Godon. Çfarë kam parasysh. Nuk jam për pavarësi absolute, shumë sinqerisht e kam këtë. Sepse pa dashur t'i paragjykoj me që këtu po gjykohet Spaku, po e kam fjalën edhe për gjykatët dhe për të gjitha, domethënë është check and balance, duhet të jenë në kontroll të rrep. Unë pavarësi absolute Spakut ose të gjitha organeve të gjykatave, nëse më lejon të ashtri, gjyqtarëve do të jepja pavarësi ose pushtet absolut ndaj politikës dhe ndaj pushtetit. Ndërsa ndaj niveleve, le të themi, të pandehurit, ndaj paditësve, pra ta themi kështu në gjuhën popullore ndaj popullit, do t'i bëja vulnerabël. Pra ideja do t'i merrja shumë konsiderat ankesat, kuptohet nëse janë me bazë, ndërsa për Spakun kthehemi. Çe kontrollon Spakun? Po ka check and balance pushtetet, shiko. Si, ja them unë se si kontrollohet. Dakor. Po, shiko. Në të gjitha vendet e botës, modeli se si funksionon është check and balance. Tani thjesht në rastin e Shqipërisë. Shiko, të gjithë njerëzit, për shumë opinioni publik, shpesh e bëjnë edhe gazetarët këtë, e marrin gjykatën kushtetuese si gjykatë të mirëfill të sistemit drejtësisë. Faktikisht, gjykata kushtetuese është ajo që bën check and balance edhe për Spakun. A jemi konkretisht tani në një proces ku qeveria ka shkuar dhe është drejtuar gjykatës kushtetuese dhe ka thënë, a ka konflikt kompetencash, dhe gjykata kushtetuese që do shpret. Është gjykata kushtetuese që bën check and balance. Po duke qenë se e ka emrin edhe për Spakun. Jo, po prit. Po edhe për Spakun. Me një dosë të veçantë, zonjë. Edhe për Spakun, po dëgjoj. Shehën lëvizje kryeministi po një popull se votot në. Shiko, jo, një minutë. Kemi ankimin individual, kemi ankimin individual kushtetues, kemi dhe ankimin që bëhet në grup kushtetues. Tani e lejon ligji. Tani kjo është edhe çështje kulture juridike, edhe në botë. Nuk ka ndonjë mekanizëm tjetër. Shkojnë qytetarët dhe drejtohen se besojnë te gjykata kushtetuese. Në Kanadan time shkonte çdo qytetar i drejtohesh gjykatës kushtetuese kur mendonte ai që ishte shkelur e drejta nga cili do pushtet. Nga legjislatimi, po nga ligji, shiko, më thoni sa iniciativa, po pra kjo është çështje. Ne jemi shqiptarë. Ne kemi institucionet, pra kjo është çështja. Ne kemi institucionet, siç i ka bota, po ne akoma nuk kemi gati si popullat ti përdorim institucionet dhe t'u adim të gjitha përgjegjësitë dhe detyrimet që kanë këto institucione. Këtë nuk e dim. Dhe kjo është çështja jonë si popull. Nuk na ka fajin institucionet, sepse gjykatën kushtetuese ka shpikur është teoria keneziane, domethënë austriaku tha për herë të parë, përveç 3 niveleve të gjykatës do kemi edhe një gjykatë kushtetuese. Pavarësisht se ajo e ka emrin gjykatë, ajo në fakt bën check and balance të pushtetit. Tani kam një pyetje konkrete unë. Këtë punën e kontrollit në Spak, zoti Rexhepi ka një të drejtë, është te prokurori bëhet një lloj bilanci. Pra, një prokuror, paktën kulturën time, si gazetar që unë kam mbrojtur institucionet e drejtësisë në fillimet e mia, një prokuror bën bilanc. Ka çështje kanë fituar, ka çështje gjykata më ka rrëzuar. Çfarë ndodh pyetja ime? Çfarë ndodh me një prokuror që këtë bilanc e ka negativ? Okej. Atëherë, një check and balance tjetër që i bëhet prokurorit në farë mënyrë janë gjykatat. Ti shkon në përgjykata, pra ti shkon në përgjykata edhe 3 niveleve, ti shkon atje dhe ty atje të kontrollon gjykata dhe thotë gjithë kjo akuzë, po mirë, pra dakor, do ta shpjegoj edhe këtë. Gjithë akuzë, domethënë ti shkon edhe ngre një akuzë. Ora e ditin që sipas ligjit, nëse zbatohet korrektisht, prokurori dhe avokati janë palë barabarta në proces gjyqësor. Të barabarta totalisht. Unë nuk e ndjej. Po mirë, dakor, kjo është çështje kulturore sot të teori. Ti po flet si kanadeze? Jo, nuk po flet si kanadeze. Jo, unë ti po flet si kanadeze? Kam pasaport kanadeze. Ti po flet si kanadeze këtu? Po, pyetja thuar me cilësinë e ekspertit ke problem. Pyetja ishte, jo nuk janë fare në peshtrën. Pyetja ishte që kush e kontrollon prokurorin. Pra, prokurorin e Spakut e kontrollon GKK-ja nëpërmjet vendimeve që GKK-ja do marri. Unë mendoj që të gjithë
përmendin edhe natën në gjumë sot emrin SPAK, në një kohë që të gjithë edhe natën në gjumë duhet kujtohen për GKK-on. Është gjykata që vendos. Pra, edhe ata që dalin nëpër studio dhe thonë, një prokuror pezulloi Belinda Balluku. Nuk e pezulloi prokurori. E vendos si gjykata, është një vendim gjykate. Dhe ne duhet të mësojmë. Se ta mori fjalën e ti bofisi. Jo, ne duhet ta përdorim këtë sepse ne mësojmë dhe brezat e ri. Për shembull, vajza ime 2 studion mjeksi. Po her pas here duke u rritur në një ambient që ka ligj dhe dëgjon për ligj, sepse vajza e madhe flet për ligj, ka studiuar ligj, ajo gjithmonë ka interes të flasi për ligjin dhe unë gjithmonë i flas me terminologji korrekte, sepse duhet të mësohet që ku të drejtohet për filan gjë dhe kush është kompetenca e filan gjë. Pra, po këtë duhet të bëj. Ai shqiptari thjesht atje. Landi, kemi një kurrikul që ka 20 vjet në përshkolla që quhet edukimi ligjor dhe qytetar dhe nuk kemi cilësi për ta realizuar këtë në përshkolla. Po kjo është çështje. Po kjo është çështje më e gjerë se e ligjit. Jo, s'mu përgjigje pyetjes time. Zoti, tani do t'ja kalojnë çik ti unë, pastaj kemi një institucion tjetër, kemi ILD në vlla, që supozohet kur ka probleme pushteti gjyqësor, po ILD-ja është kthyer në një institucion e cila nuk reagon. Çojmë letra dhe vjen në mënyrë s'ka problem. Unë jam person i hapur, jam njeri i lirë. Profesioni im është avokat, profesioni i lirë. Dhe unë do ta them hapur, ILD-ja merr letra nga avokatët, nuk e di nga prokurorët, nuk e di nga kush merr letra, dhe ILD-ja vetëm përgjigjet me 3 fjali. Kërkesa juaj është depozituar, është protokolluar, prisni përgjigje. Dhe nuk të vjen përgjigja nderuar për 2 vjet për 3 vjet. Një deklaratë të minutave të fundit, Silvio Gozzato, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, ka uruar zgjedhjen e Klodian Brau si drejtuesi i SPAK. Ai ka bërë një prononcim të shkurtër për mediat, duke theksuar gatishmërinë për vijimin e bashkëpunimit të ngushtë me institucioneve të drejtësisë. Gozzato vlerësoi rolin kyç që SPAK luan në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke analizuar se mbështetja evropiane për këtë mision mbetet e palekundër, ndërsa shtoi se përfaqësuesit ndërkombëtar kërkonin në krye të SPAK një kandidat me nivele pavarësie dhe integritet. Në fakt, për efekt do përsëri do të pyes ju për këtë çështje. Tani, unë e thash fillim të emisionit. Fitoi, lajmi i parë ishte që u zgjodh Klodian Brau. Lajmi i dytë ishte që u zgjodh i preferuar i amerikanëve, jo i preferuar i Bashkimit Evropian. Tani, dhe jo i preferuar i qeverisë shqiptare. Normal. Le ta themi. Si kishte? Jo më do të ketë, ambasadorja pati probleme. Jo, nuk e di, ambasadorja. Kë kishte? Jo thuaj. Nuk e di më se do ta thosh. Jo, ti okay, po. Ambasadorja pati probleme ish me Ramën, pavarësisht se ishin mjaltë të gjalp, kur erdhi puna ke prokurori patën për plaset. Duhet ta themi këtë. Ishte ambasadorja. Po patjetër që në 4 kandidatura dikë e pati të preferuar. Prokurorët e SPAK-ut për mua kanë superpushtet. Është gjë mirë gjë keqe. Unë nuk jam dakord për këtë lloj superpushteti, duhet ta dini që edhe gjyqtarët vijnë siklet para tyre tash. Gjyqtarët vijnë siklet? Po s'duhet të vijnë, është problemi i gjyqtarëve. Jo, po thot si ndodh realitet thonë. Po s'duhet, është problemi i gjyqtarëve, jo i prokurorëve. Respekti. Ky ç'a ndodh? 3 zotëri dhe zonja të nderuara, le pastaj kur vinë kështu nga gjykata civile që vinë për ndihmë. Ata janë totalisht në krim terrori përpara prokurorit SPAK-ut. Terror mbas e të prova, domethënë. Tani në diskutim me kolegen, sa gjyqtarë të SPAK-ut ka që çelin e time ose prishin vendime? Me kokra. Shumë pak pra. Tani ka filluar një. Kështu që ky superpushtet për mua këtë kisha parasysh. Unë jam për i dorë të fortë ndaj korrupsionit, por superpushtet në Shqipëri nuk duhet të ketë askush. Kështu të paktën ky është mendimi im, vuajm nga mungesa e elementeve të demokracisë. Tani, kur bëhet ai bilanci, edhe një herë unë këmbgul te kjo pyetje, që një prokuror fjalave për 1 vit, për 3 vjet, janë hedhur poshtë X vendime. Edhe kjo e keqe, se ai detyrohet të shtrëngohet edhe të luftojë edhe në gjykatat e larta e të fik derën. Edhe sa pavësi ka sepse mund të bëj ankimime ka drejt kolegu të cilat nuk janë fare, s'kan bazë ligjore dhe kot fut njerëzit në atë ingranazh i cili zgjatet kohë. Domethënë ai për të mos humbur atë betejën, po ja pa kështu zgjidhet, nuk duhet të ketë superpushtet, duhet të ketë kontroll për mua. Po tani dy janë, o piramidal o i pavarur. Nuk po them të shoh, nuk po të vën Artus ligjit, jo them dhe rrugën, po unë nuk pretendoj që jam as jurisprudencës, po unë në praktikën time ose me intuitën time them që në Shqipëri superpushtet duhet të ketë as kryeministri, as ministri, asnjë. Sepse ne nuk po i lë superpushtet shqiptarëve, nuk e kemi atë nivel emancipimin tash. Nuk kemi princëror të rritur kështu me. Shiko, unë tash vim nga një diktaturë gjithmonë me kërcime, domethënë. Nga sistem feudal
tentum komunizmin, nga komunizmin tentum demokracinë. Nga gomari në benz? Kështu që, tamam. Unë me Artanin... Ferrari, fare. Nga gomari, jo. Benzi... 95, 96, 200... Ndroshin tokat me benza, si adinim le. është foto BBC-s, është foto e vitit. Një benz në një arë, mbushur me misër. Me misër, kështu me... Kalli, Ato tagji për bakin. Tagji. Foragjere për themin gjumë. Me ato gjatat shumë, mbushur benzi. Dhe është foto e vitit, nuk e 96, 95, nuk e më mend. Shumë po është foto e gazetarit BBC-s. E kam atë foto dhe e kam publikuar bile me lejnë e tyre në gazetën Panorama njëherë. Ajo është nga fotot më të bukura. Ajo është një foto që na tregon ne kush jemi. Foto që tregon. Tani unë me Tanin, vetëm desha të thosha edhe një gjë të vogël. Me Artanin ndaj këtë gjë që në realitet është plotësisht si thot Artanin. Pra, ata kanë pushtet. Por, ajo që ndaj ndryshe nga Artani është që këtë pushtet ja kemi lejuar ne, jo se ja jep ligji atë pushtet. Çfarë dua të them unë me këtë që ja kemi lejuar ne? Duke qenë se gjykatësit sillen në atë mënyrë të friksuar dhe kur ata vetë kanë super pushtet gjyqtarët dhe nuk kanë nevojë të sillen para prokurorëve ashtu, atëherë në atë moment lulëzon fuqia e madhe e prokurorëve. Nuk ka nevojë gjyqtari të sillet ashtu përpara prokurorit. Nëse gjyqtari ka mbrojtur punën e vet, ka integritet, nuk ka frikë nga asnjë gjë që mund të ketë kryer ndonjë gjë të palishme, pse pas ka frikë gjyqtari kur gjyqtari i ka dhënë pushtet ligji që të marrë vendimin ashtu siç është në zbatim të ligjit. Ky është problemi, këtë po them. Ose për shembull, japim pushtet prokurorit edhe për shembull avokatët, dhe avokatët vetë japin pushtet prokurorit, duke qenë se shpesh o ndjen inferior profesionalisht, ose nuk e di për çfarë arsye mund të kenë shkelur dhe ata ndras kalbur dhe kanë frikë nga prokurori se një ditë mund t'i vjet pas. Po flet keq për kolegët. Jo, nuk po flas keq për kolegët. Unë po them për ata që mund t'i bëjnë këto gjëra, pse do ndihesh inferior përpara prokurorit. Nëse ti zbaton ligjin, s'ke pse ndihesh. Do kemi një ndërprerje publicitare dhe kthehemi sërish për diskutuar cilat janë dosjet më të rëndësishme që ka hetuar Klodian Brava. Publicitet, kthehemi sërish. Sa gjatë është? Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit, jemi sërish në studio. Faleminderit edhe njëherë institucionit monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin e kaloi këtu në Dritare TV me sloganin "Transferoj shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo". Kudo dhe kurdo. Tani, ne do të diskutojmë të dy, do të pyes për dosjet më të po themi më të diskutuara të zotit Brau. Zoti Brau ka pasur si çështje ajo ndaj ish kryeprokurorit Adriatik Llalla, e marrën mend të gjithë, dosja Toyota Yaris, 5D e Bashkisë së Tiranës dhe ka kryesuar hetimin për ish zëvendëskryeministin Arben Ahmetaj. Ai ka hetuar dhe incineratorin e Elbasanit, duke nxjerrë dhe urdhra arresti për shumë persona, ju kujtohet Mirel Mërtiri, Stella Gugallia, Klodian Zoto, dhe për zëvendëskryeministin Arben Ahmetaj, ky e ka firmosur urdhra arrestin, por ai ndodhet në Arratin, e dim gjithë. Ka edhe hetimet për Lefter Kokën, se sot ishte lajmi që ish ministri Lefter Koka la qelim, pra u lirua, dhe ka hetuar dhe shpëtim gjithë në kryetarin e Bashkisë së Vlorës. Në vitin 2022, zoti Brau ka qenë dhe në atë kohë kandidat, po nuk fitoi në atë kohë. Kështu që këto dosje, a mund të mi analizoni ju dy, jeni njerëz kompetent? Jo, ju i parë. Po. Nuk më duket se kanë ecur shumë mirë ato dosje, nëse doni. S'kanë ecur mirë. Janë, prandaj më mirë të flisim parim, domethënë, nominalisht 5D. Ti marrë me radhë. Po 5D asgjë. Incineratorët? Asgjë? Ja, një lefter atje e bën Edhe ata Elbasan po arrestuar, e urdhër arresti, se ai urdhër arresti. Rufe Price atë lefterin pa ndonjë konsiderat personale ndaj personit në fjalë. Rufe Price çdo gjë Lefter Koka, vetëm ka qenë Lefter Koka ta zëm. Se ka firmat edhe atë Alxhi Bllakun e mbytën atë
Bam, ndoshta me drejtë. Mirë, ai nuk ka një gabim të kjo, ka firmuar se urdhë arresti për zëvendës kryeministrin, ai është në arrati. Atë do vetë kapi Klodian Bra. Po jo, tash. Është kështu zoj? Pres më shumë, më thon drejtën. Për këto 5 dosje ti Po, më shumë. Jo gjithë për gjithë. Shpëtim Gjiga, flitet që pri një xhiro me helikopter me Fatos Nanën, përmendi ca emra dhe më fal me Edi Ramën edhe mori atë kosto që mori. Kështu që Si ishte kjo që bëri Shpëtim Gjiga? Po flitet që bëri një xhiro kështu edhe për prishje ndërtimin e paleje, përmendi një dy emra, prishja dhe filanit. Fjalë janë këto, nuk është se i kam kështu. Ai tha që prishja këtij dhe ndodhi çështja. Edhe filloi pastaj avazi. E kemi fjalën për kryetarin e bashkisë. Të gjithë edhe ky Leli flitet që s'ka firmuar se çfarë gjëra, lere çfarë thon dorëqi. Tash duhet të themi këto. Ka refuzuar ca firma dhe bravo i qoftë nëse ka refuzuar. Njerëzit që dinë thonë jo, unë kam respektin nderuar. Njeriu poshtë ditë thotë jo në çdo lloj vendi ri kot. Ju tregoj një rast pa emra? Patjetër. I imi është po pa emra. Duhet merrim dorëzim gjykatën e krimeve të rënda. Si ta merrim dorëzim? Do ta merrem isha ke Burgjit, profesuesi Burgjit për delegacionin. Godinën e ke fjalë. E pra se s'kuptohet, Godinën. Do ta merrnim Godinën dorëzim, një tender me shumë probleme, kish vajtë në prokuroria të gjitha, ndërto kishin futur edhe mua. Ju çfarë punë bënin atëherë? Unë isha me profesuesi drejtorisë për investime, drejtorisë përgjithshme të Burgjeve, mirë po më që ishin inxhinier elektrik, se profesioni im i parë është inxhinier elektrik. Pra i bie më shumë se sa një polis, le të themi, ekspert, domethënë. Po ushtroi rolin e ekspert. I dyti kemi ekspert kriminalist, po. Edhe kam bërë një kurs pasimit universitar në akademi. Edhe, për i të vërtetës, nuk kisha qef që të merja pjesë, shuhet atë sekretare përgjithshme, pak kështu si me zëtullët, thashtë të lutëm, miqë dhe mua kështu. Bjodha, urdhë, atëherë të gjojë. Unë ditë atë daj mirë, bash 9 milion euro në kuriz, dhe pa 500.000 lek. Shu që unë pranoj të unë bas 500.000 lekshin, se aqë ishte rogë 495, e kupton? Njëri po se bëri këtë bilancë, për atë rrogën të hyj gjithë atij risku, dhe kuptohet e pranon dorëheqjen, domethënë pata mbështetjen nga komisioni, po pata mbështetjen e titullarët. Më thonë ka dhënë dorëheqje nga komisioni. Nga komisioni. Ti po kuptoi që aty kishte një pislik. Po sepse ja po ja u them, jo absolutisht tenua ata, por e para nuk e kisha ndjekur, ishte mbaruar në kohën që unë sisha. I bie ti hyje fije, domethënë telave, kompjuterave, se betoni nuk e vjet një, se betoni matet. Ke këto luhet, jo me tavolinat, jo me gjërat, kështu që më fal, domethënë, edhe dash dorëheqje. Njëu duhet të thotë, më falni se mos e thash më vonë, por kjo është gjë e vogël. Edhe për gjërat mëdha është më mirë jo se sa ke spaku. Jo, po ai që vjedh një pul, vjedh edhe një elefant, është rregull. Fenomen. Shiko, ka të bëj dosjet. Po për dosjet, ka të bëj pikërisht me atë që sapo thash. Sfida e spakut është të rrisi cilësinë e hetimeve. Pra, shiko, çfarë ka dosja për shembull është dosje e madhe, ka emër të madh. Pra, është lëshuar urdhër arresti për Ametajn, okay? Për zëvendës kryeministrit. Shumë e madhe. Populli brohoret, vajtëm deri te zëvendës kryeministrat, osa mirë fitoi drejtësia gjitha këto. Por në fakt, ju mendoni që veprimet hetimore duhet kishin qenë vetëm ato, të shkohet tek vilat dhe të shikohet sa koltuqe, sa pllaka, sa mermera janë vendosur aty, është për te kësaj hetimi. Por çfarë po hetohen? Çfarë dosjesh kemi për Metën? Më falni, për Ametajn, çfarë çështjesh kemi? Pra, duhet të shkohesh. Po Ameta nuk e ka prokurori ose. Po kush e ka policia? Për ta kapur. Jo, nuk e kemi te kapja, ne kemi te hetimi. Jo, pyetja që se ke aty nuk është sot. Jo, pyetja që u bë Artani ishte që si janë ato dosje. Me bileta u fillua, u përmendën edhe biletat. S'dua ta mbroj. Arben Ametaj, më fal. Domethënë gjërat të thëna në gojën e Arben Ametajt që duhen dhe në popull, kur flet për rrugën luftën antikorrupsion, pasi është një person që ka pasur histori edhe përpara dhe jam shumë dakord me ju, domethënë në këtë pjesë e opinionit ndjes. Ama u përfol për biletat tash, sepse jo me bileta do merret spaku tash. Nuk është ky hetimi. Pra, pikërisht të po themi që deri tani te spaku kemi kërkuar sasi. Ore të bëhet njerë, të shkojnë tek një personi pushtetshëm i cili jeton në ishullin e vetë dhe se kap të kërkush. A, tani vjen puna te cilësia? Si do të kap? Sa bice është ajo që ti ke bërë? Kur ti ishe në Kanada, këta ishin untouchable, si që thonë kanadezët. Tu s'prekesh njëri moj? Jemi shumë dakord. Jemi dakord, atë po them dhe unë. Por ama çdo gjë ka fazën e vet. Landi, çdo gjë ka fazën e vet. Medalja Ari, një drejtor Rusia si nuk kemi parë më lere tash. Jam dakord, po jo më vjen keq. Jam dakord. Drejtori ishe
më i keq se sa, më hajdu se sa ministrat. S'kemi parë. Patjetër që kjo duhet, dekorat, të lutem. Dekorat për këta, janë sugjerime vrejtje për mirë, të lutem. Ne do t'ja pranojmë SPAK-ut të etapë. Patjetër. Ne po themi të kaloj të etapa tjetër. Kjo është sfida. Më thuaj pak për masën e sigurisë, sepse zotin Rexhepi e pyeta. Masën e sigurisë të kujt? Se edhe sot u diskutua atje. Të zonjës Balluku? Jo, për në përgjithësi, SPAK-u, masën e sigurisë si duhet veprojë. Sepse sot edhe një nga pyetjet që i kanë bërë antarët e KLP-s kandidate ka qenë për masën e sigurisë. Ne kemi një politikë penale të ashpër, e cila është disproporcionale. Po si ka mundësi ky popull që ka një të lartë veprash kriminale? Jo. Shiko tani. Si ta bëjnë të butë? Nuk po themi këtë, më lejo ta shpjegoj. Masa e sigurisë personale ka të bëjë me faktin që unë nuk do të lë ty pa hetuar, edhe do të dënoj në qoftë se ti ke bërë faj. Por ama, në çfarë kushtesh do të hetoj ty? Sa efikas do jetë hetimi im, duke të mbajtur ty jashtë apo duke të mbajtur ty brenda? Kështu që politikat penale... Po jashtë ikën? Po jo... Jo, me Arben Ahmeta në histori tjetër, mos e hap atë gjë. Është çështje deshte parlamentit ta lindë etikë apo mos më thuaj tani të them të vërtetën pra. Po se ka SPAK-u, po un po them për masat e sigurisë që kërkojnë. Po çfarë do të bëj? Ka hiqet imuniteti pra. Ti hiqet imuniteti. S'ka nevojë pra, në një vend të korruptuar, po korrupsioni. Jo, po dakord, që ti lecohet puna. Ti lecohet puna. Atë la politika, sa vajti SPAK-u bëri kërkesa, iku me politikë, e kupton? Po, edhe këtë se ju thishit tu. Të gjë bëri SPAK-u edhe këtë herë se duke çuar parlament zonë Balluku, nuk do ta voton. E futin labirinthe dhe shikoj gjithë ndërkombëtarët e vënë re se vinë nga vende ku politikat penale nuk janë kaq të ashpra. Pra, ne kemi një politikë penale që ne mendojmë, duke të shtypur me këmbë, duke të futur atje në burg, ne mendojmë që do zgjidhim ndonjë gjë. Jo. Në fund fare ti do dënohesh për atë që ke kryer, ose do dalësh i pafajshëm për atë që s'ke kryer. Ama, nuk kemi ne pse të mbajmë njerëz kot brenda, ti harxojmë buxhet dhe para shqiptarve, kur shumë bukur me masat të tjera alternative, ai nuk lëviz dot. Qofse ti nuk ke një polici të korruptuar atje tek kufiri, që mos ta kaloj atë me para, s'ka nevojë të mbajt dikush në burg, vlla. Për çfarë do të mbaj në burg? Do ishte do të dosh i ka forma të tjera. Me zonë ku do lëvizësh. Këta hapën tenderin e unazave zotria, e di atë historinë e unazave, dhe u bën dhe s'janë fare nuk kanë vendosur. Nuk e dim ku kanë shkuar ato rrugët e atyre unazave, sepse erdhën shumë para, ishte një tender i madh për unazat, unë nuk e di nëse ka ngel ndonjë nga ato unazat. Dhe kujt ja vun ato unazat? Themja dy raste pikante, mundem? Po patjetër. Atëherë. Absolutisht jam i teorisë që paktën për pjesën politike ka performuar jo mirë, por shumë mirë. Ja u thash edhe përpara. Po e thatë në fillim. Nuk ka lidhje. Stega është kështu. Trëm në kuptimin e ligjit çdo njeri. Por do them dy raste të vogla që për mendimin tim nuk janë shumë të mira. Është rasti i Artan Gaxhe në shtëpi, e shoqja në shtëpi, ai Jorgo Gorën burg me dënim. Tokën kush e mori? E morën të dy. Hiu kjo. Ajo drejtoresha e hipotekës, aqarishte në Durrës, një skandal i vërtetë, më thonë, unë s'di që ajo tjetë për zjerë vetë, sepse s'kam dosjen për para dhe nuk e akuzoj, po që paktën në media kemi dëgjuar që në Durrës bësh name, jepi një personi fiktiv, e shko këtu, e shko atje tokat, i futën një 5-6 vjetë shumë me kushte, mos marri pjesë në administrate, po ka marrë një gjë t'i gëzoj, to s'janë dënime do, kështu që krahas arritjeve, kemi edhe kështu çedimet të kësaj natyre. Ndoshta s'kam pas prova, ata e din. Kështu që po pikërisht po them, kur s'ka prova vazhdohet. Do të them një tmet shumë të madhe. E dini ju që audiot e gjykatave jepen kurse kamerat e seancës nuk i jepen palëve? Si audiot? Audiot e japin. Kamerat nuk e japin. Pse? Që e ka vendim. Ka vendim, jo, nuk është e njëjta gjë sepse. Jo, e njëjta gjë është ti kërcënim, mund të kenë ndodhur diçka, kanë aspektin e së drejtë që të dyja. Edhe ligji e ka. E di ti që ka një vendim të KLG-s? Që tani s'më që nuk jepen kamerat.
Ç'është ky vendim? Ky është antikushtetues. Obskurantisë. Po, tani se kisha bërë. Ja, pra një nga metodat për ta kontrolluar ne këtë pushtetin e madh, sepse ai mund të bëjë shenjë kërcënuese atë. Gjykat kushtetuese. Po ka dhe një problem, sepse po dal prapë tek ajo. Ne nuk kemi shoqëri civile. Një prej 3 gjërave është shoqëria civile që shkon dhe e kontrollon. Jo, desha të thoshja kush janë mekanizmat që i kontrollojnë dhe prokurorët dhe shoqëria civile që futen në avokati. Jo, ti ishe shoqëri civile. Unë merrem me shoqërinë civile. Unë prandaj kam zgjedhur të jem avokate që të merrem me shoqërinë civile. Dhe unë merrem. Unë jam presidente e shoqërisë ndërkombëtare për drejtat e njerëzit me qendër Frankfurt. Kështu që unë merrem me shoqërinë civile, pavarësisht sepse se mbaj një low profile, një profil të ulët, sepse nuk dua as. Ju keni high profile. Po nuk dua ta tregoj. Kush është i interesuar, mund të vijë dhe mund t'i marrë shërbimet që do. Jo, mirë është ta dinë se edhe unë se dia për shkak dhe kemi dhe raste të cilat ne adresojmë, për shembull shkelje drejtave të njerëzit, edhe në çështjet e mëdha të gjykatave që mund të jenë hot topics, që them çështjet mëdha që e themin ne, të nxehta. Dhe por pikërisht këto mungojnë këto elementet, nuk shkojnë qytetari, nuk shkojnë institucionet për njëra tjetrën që të kërkojnë drejtësi, ose nuk shkon shoqëria civile. Ne s'kemi shoqëri civile në Shqipëri. E ka vrarë politika. E ka vrarë politika, prandaj është pjesë e skenarit, jam shumë dakord. Që dikush mos flasë. Kurse ato që ishin të paguara dhe i binin violinës partisë edhe. Po shiko tani me tërheqjen e fondeve të ambasadës amerikane nga Trumpi për shoqërinë civile, që për mendimin tim bëri shumë mirë sepse ishin lek të taksa paguesve amerikanë të cilët nuk dihet ku shkonin, si harxhoheshin, dhe drejta atyre, ata që i jepnin edhe mund t'i tërheqin në çdo moment. A shikoni ja ka ndonjë zë? Na nxjerrin syt nëpër media? Po pra. Janë bërë deputetët. Po, jam. Tani, duhet të diskutojmë atë që u diskutua dhe në mbledhjen e KLP sot, termi Republik Prokurorës. Unë e thash pak në fillim. Për ty e kam këtë. Do të thënë, është pyetur nga një antar i KLP-s, zoti Brau, dhe i tha, cili është komendi juaj për termin Republik Prokurorës. Ai tha që unë nuk e njoh këtë, tha unë njoh zbatimin e ligjit. Ai ishte korrekt. Normal. Ishte komendi juaj, a jemi në një Republik Prokurorës si thot kryeministri dhe politikanë të tjerë? Shiko, unë nuk mendoj që kemi arritur akoma në Republik Prokurorës, duhet kemi shumë kujdes që mos të arrim në Republik Prokurorës, por nuk kemi në këtë moment në Republik Prokurorës. Më shumë ka një frym nga politika që tashmë që spaku ka arritur gradualisht dhe është qasur majave lart, po bëhet propagandë e madhe që të shitet që kemi një Republik Prokurorës. Nuk është kështu. Nuk është kështu. Edhe ju? Edhe unë jam i mendimit që dhe themi se kjo do pak politik tash, se unë këtë teknikalitet e ri. Atëherë kur goditesh Meta nuk ishim Republik Prokurorës, kur goditesh Berisha nuk ishim Republik Prokurorës. Na erdhi zjarri për vetë afër Velie Rama Balluku dhe Republik Prokurorës. Tash kështu nuk ka një standard, ka atë që diskutuam më parë. Tash ata shpërsi që e ke me këtë, nëse e ke pjesë të sjelljes duhet ta mbash me të gjithë, që unë s'jam për shpërsi të tepruar. Këtë kisha parasysh. Kupton, si në masa arreze, si një gjë. Do të thënë njeriu duhet për më tepër, nëse i kthehemi rastin me edhe, ishte një ish president, le të ketë bërë proçkën më të madhe, le të vrarë njerëz, domethënë. Jo, zoti Lumani e ka pranuar që mënyra arrestimi që jo i gabuar. Po siç ka thënë, jo ishte demonstrativ, doni të demonstronin diçka. Siç që kjo rasti këtyre. Turpshëm dhe i frikshëm. Siç që kjo rasti këtyre që nxorën tani këta rajat. Pse çfarë problemi i madh ishte se kishte raja 400.000 euro, 500.000 euro. Po kush e di kush është ai që beson që s'kan para në shtëpi ata. Dakor, bravo i qoftë, punë e mirë të gjitha, po siç e thash, nuk e kanë shtrirë retimin. Ngelen aty, e tha me drejt zonë. 1, 2, 3, 4. Kam Sky Enkron, kam lokalizuar personin, ka folur me këtë. Unë nuk jam për leximin e Sky Enkros, më thënë drejtën. Nuk jam jurist as që ta analizoj pjesën e procedurës, unë jam partizani i vërtetës dhe jo e procedurës. Procedura duhet të jetë mjet për në funksion të vërtetës. Për të ardhur ke vërteta. Procedura nuk duhet të jetë pengesë për të ardhur tek e vërteta, përdoret që të shmangë vendime si në raste civile dhe në raste penale. Pra, në një studio tjetër me tepër profesionist, domethënë si Zoja në fjalë, i thashu e di si është problemi, nëse bie Sky Enkro, i bie që tapen dyert e burgjeve, sepse për një fjalë masollat të kuqen, kanë ikur njerëz në burg, as identifikim zëri as gjë. Vetëm për kaq, ë? Të kuqe. Po, vetëm për kaq, po. Po mund të ishte makinë kuqe. Po, a mund të ishte çfarë? Ore tha njerëzit mos fol më për çiment ose të kanë piketuar se njifte. Ma kanë treguar kështu rëndom tavolinë. Mos fol më për çiment, do ishte këtë. Ore ndro termini thanë se i e kuadratura. Sepse këto janë indicje, ti shkon me këto dhe të mbushet mendja që po nuk është provë mirëfillt. Kështu që krahas Sky Enkros për shembull duhet të ketë edhe prova të tjera, po që ti rrezzosh.
Kështu që në këtë kuadër, siç u thashë përpara, të shtrin fijet ku shkojnë. Nuk ka superband vetëm. Kjo është. Duhet thelbësore. Po patjetër. Bravo. Nuk ka band vetëm. S'ka band vetëm, ka shpatullat sigurta çfarë. Hajde bëhemi bashkë të tretë kryemi band, shikosh, e ham javën. Po ju mendoni që këto skandalet e tenderave të Belinda Ballukut ka ndodhur vetëm në nivelin e këtij drejtorit të ARSH-s dhe të Belinda Ballukut? Absolutisht. Sigurisht. Absolutisht. Kemi trajtuar këtu në edhe naivi më i madh nuk e beson këtë. Absolutisht. As kërkush. As një njeri që nuk ka nevojë të dish as ligj, nuk ka nevojë të kesh ndonjë inteligjencë mbi mesatarin, një njeri me inteligjencë mesatare e di shumë mirë që tendera të tillë nuk bëhen pa të dhënë bekimin dikush që ka shpatur. As nuk do të marrësh mundimin ty. Kam një pyetje të tillë. Zgjedhja e Klodi Ambras është i lajm i mirë apo i keq për politikën? Është lajm i mirë. Për politikën? Për politikën është lajm i keq. Është lajm i keq. Po, mendoj se po. Pse e them këtë? Zoti Berisha, kryetari i opozitës, në cilësinë e kryetarit të opozitës, e ka cilësuar SPAK-un dhe vazhdon band kriminale dhe Altin Numanin kryebandit. Shumë e tepërt. E tepërt? Shumë. Kjo është shumë e butë kjo, për të thënë shumë e tepërt. Shiko. Jo dhe ke jargoni politik. SPAK-u është vetëm akuzë. SPAK-u ka problemet e veta të rritjes. Si çdo institucion që fillon rritet, maturohet, bëhet profesionist e tjera, ka problemet e veta. Po këtu nuk jemi ne për të analizuar problemet e SPAK-ut, se nuk jemi në konferencë për llogaridhënien e SPAK-ut. Këtu ne jemi për të folur që ne kemi një SPAK, sa ky SPAK-u do jetë në shërbim të ngritjes së një shteti ligjor, që qytetarët kenë garanci që ato parat e tyre kur ju avjedh një pushtetar ai të ndëshkohet, ose kur bandat kriminale, se shiko, ne harrojmë dhe një gjë tjetër që në fokusin e SPAK-ut janë dhe bandat kriminale. Dhe unë mendoj, vetëm korrupsioni politikan. Dhe unë mendoj që krahasimisht po t'i ndajmë këto dy sfera ku punon SPAK-u, me bandat kriminale kanë ecur shumë më mirë se sa me korrupsionin që shkojnë deri tek lufta ndaj krimit të organizuar në një nivel më i lartë. Ka pasur më shumë rezultate SPAK-u. Jam dakord, po i ka dhurat. Si ka dhurat? Dakord, nga prokuroritë e huaj. Nga prokuroritë e huaj. Jo, i ka edhe nga prokuroritë e huaj. Ato kanë dhënë indicione para që shikojnë se kanë. Nuk ja injoroj vlerën. Jo, prap them që është vlerë sepse kemi pasur më përpara nga shtetet e huaja dhe këta shkatronin gjithçka. Mirë, vlerës, po italianët erdhën dhe nuk treguan. Pse nuk erdhën? Pse nuk treguan që po përgjigjen? Tashi këtu ha diskutim. Sepse kishin rrjedhje informacione. Dakor. Është edhe oficër politik kryesor, BKH, policia e shtetit e tjerë. Nuk më le të thosha deri në fund. Pavarësisht se i kanë dhurat, tek e fundit e kanë çuar deri në fund. Kur firmos për vipat krimit merr një ngarkesë jo vetëm profesionale, edhe shumë të lartë personale, nuk ja heq njeri këtë merit, sepse unë jam që duhet ruan, ata duhet jenë zonat përbashkëta e tjera, domethënë të kenë gjithë privilegjet e nevojshme, kam shumë sinqerisht. Por problemi është ne po merrem me SPAK-un dhe shqyrë se SPAK-u është term kjo, po bëlemi pjesën tjetër gjykatës. SPAK-u nuk me le të themi me arritjet e veta nuk duhet të mbuloj pjesën tjetër që për mendimin tim gjykata jo flas dakord, brenda strukturës SPAK dhe GKO po i quajmë mirë dhe po ecën mirë. Po ky nuk duhet mbuloj pjesën tjetër drejtësisë, por i vërtetë ka shumë probleme. Ata mbulojnë pjesën më të madhe të përditshme. Tani Klodi Ambrau zgjodh kryetari i SPAK-ut, jo i prokurorëve tjetër. Jo, nuk më kuptove. Jo, e kam fjalën që në opinion publik është shumë e rëndësishme ai thotë. SPAK-u është domethënë është mirë. Thash, ai ka një medaljare. Ta thash, vetëm për politikën, vetëm për zgjedhjet i hoqja një presë, sepse zonja nuk ishte, unë ka performuar shumë. Jeni dhe ju dakord me këtë? Për çfarë? E tha zoti. Nëse mund ta përsëris shurt. Po, sepse unë u bashkova ca minuta më vonë. Para zgjedhjeve unë prisa të bënte disa goditje. Që do shërbenin si frenim, sepse të tipit goditje model, të tipit që të frenon të pak. Se rezultate nuk do kthehesh, por do ishte më i arsyeshëm. E mbrojti politikën në një farë mënyre, nuk hapi gropa ose xhepa, por kjo është difekt sepse kjo nuk duhet ndodhi, sepse pikërisht pavarësia është shtylla kryesore që kanë më merak amerikanë. Vetëm këtë pjesë, për pjesën tjetër. Po atëre pse ishte, ti thua, ishte politike SPAK-ut? Jo, nuk e them dot. Si prokuror e fillon edhe? Jo, unë prisja diçka më shumë, sepse jam përnocuar dhe mediatikisht. Dhe
kam thënë ligjërat drejt që bursa u trëmbë. Qofse e mbani mend Ramën, që doli dhe mblodhi ata patronazhistit të vëzhgom, i dha kuraja u trëmbën, dhe duhet ta themi këtë. Do deklaratë e Spakut për zgjedhje. Dhe Rama i mblodhi kështu hapur që për mua nuk jam fare dakord, domethënë ajo mund ta diskutoj zonja, për mua i patronazhimi ha shumë probleme, edhe po dhe jo, edhe krim mund të jetë çfarë duash, mund të thuash, po që ai i mblodhi sepse u trëmb. Ju trëmb bursa, ju trëndit. Dhe në atë moment duheshin bërë disa ndërhyrje, thjesht për të qenë ai ekuilibri ai që duhet, mos ishte i këtij tipi, se siç thamë dhe bashkë, domethënë këto mazhorantë të fondit krijojnë probleme. Edhe prandaj po ndërhyjnë ndërkombëtarë. Shumë ndërhyjnë ata, një herë të futin burg kriministi, një herë këtu, një të kapin diku, po e shohin që teprohet zullumi. Jo, Landi tha që është lajmi i mirë apo lajmi i keq. Po patjetër për njerëzit është lajmi i mirë, po pati edhe një gjë tjetër që ai e ka sfidën vështirë për vetë. Politika për mendimin tim, ju kërkoj ndjes unë kalamet fundit prandaj kërkoj ndjes edhe të ai ka sfidën vështirë se ka një standard këtu, duhet ta mbaj këtu ose të ecë më lart. Ai e kam se duhet të ecë më lart, pra. Shiko, ka një gjë që sindromi Sergej Bubka, po pra, ka një gjë që ne këtu po ndihemi mirë dhe po flasim sikur të jemi mirë. Dhe është merita juaj, është fryma që ju jepni këtu. Fryma që duhet të ketë Claudia Bravo. Jo, ju keni një frymë që na lini të flasim dirshë. Shiko, ideja këtu është që Spaku ne në një farë mënyrë edhe kemi mitizuar Spakun, sepse jemi një popull që erdhëm nga një pandëshkueshmëri totale, domethënë. Asgjë nuk mendoj, nuk pyesë njëri fare. Nuk pyesë njëri fare, domethënë. Dhe të vjedhnin themun me dhunë. Domethënë, më do qefi, dua të vjedh dhe çfarë do më bësh. Lajmi i rëndësishëm një herë ishte që Ilir Meta vajti vetëm prokurori, si përmendëm në gazetë, dhe vajti vetëm prokurori. Pse? Se e dinë që s'do t'i bënin asgjë. Jo, nuk ishte kjo, sepse juve ju kujtohet, ftusi shkruante prokurori të thirret në prokurori Margarita Kola, dhe ishe politikanët i deputete. E çonte ftusi. Ja tuti shkoj se jo prokurorin. Se ti s'ke qenë tu atë. Nuk ke njëjën prokurori tjetër. Parasi se mua s'm takon të them që është i pafajshëm apo i fajshëm. Atë do ta ndaj drejtësia. Por 6 arrestuarit e vitit 98 për 97-ën janë liruar me ndryrën e OSB-s. E diti këtë? Në kështë ndryrë OSB-ja, aty është Albert Akipi. E ka thënë ai. Me herë dhe thënë, zilë tha se destabilizohet Shqipëria. Jo, ky ishte... Dhe këtu s'do thas gjë, nuk e njihni prokurorino. Do thënë, një politikan thoshte, unë nuk e njoh prokurorin dhe nuk shkoj në prokurori. Po, edhe një oficer i lartë policie. Shiko, ky ishte lajm i mirë edhe për një fakt tjetër. Politika duke ndjerë se nuk është më situata siç ka qenë, nuk është më figura e prokurorit ajo që as që nuk e pyesin, dhe jam shumë dakord që kështu ka ndodhur. Politika vetë mendoj unë, përhapte ose krijonte ose propagandonte sikur amerikanët humbën interesin për Spakun. E humbën interesin për Spakun. Në fakt, ky rast konfirmoi që që nuk e kanë humbur, po e kanë shtuar. E kanë shtuar interesin për Spakun. Pati një moment vakumi kaq. Po dhe ai vakumi i përdorën ato fondet që u tërhoqën nga outside. Ai u amplifikua nga politika. Ju lutem regjia atë fotografini aty përfaqësues të ambasadës amerikane te zyra e Claudia Braus përpara disa ditësh. Ja, shikoj tani dhe dua komentin tënd. Dhe unë kam thënë kur pash këtë foto. Ja, aty është full screen lutem. Në cep është Claudia Bravo, prokuror. 309, zyra 309. Ka vajtur profesorësi i ambasadës amerikane. Kur ka dal kjo foto para 2 ditësh, un kam thënë vetëm kaq. Jo, e kishte hedhur një miku im dhe thoshte kur bëhen zgjedhjet për prokuror të Spakut, ai e dinte shumë mirë kur bën për kryeprokurorin e Spakut, dhe un thosha e keni në foto. E ke parasysh? Tani un dua një koment tjetër, ju lutem regjia atë videon, zoti Bravo kur ul. Ka një detaj aty, është detaj që ne gazetarët e kemi kapur. Aty kishte disa shishe, bidona, që ishin plastik, dhe zoti Bravo nxjerr nga çanta një gotë, sepse ai nuk do merrte bidonën e taksit kështu sikur ishte bidona kia. Edhe dua një koment. Ja, futet zoti Bravo përpara se të mbaj fjalimin e tij për të treguar platformën, për të bërë publike platformën e tij. Afrohet zoti Bravo te tavolina. Se me zotin Regjepin e komentuar. Nga është origjinë zoti Bravo? Është Skrapali. Do pyesa për këtë, po prit ai kisha lënë për fund. Tani ulet zoti Bravo. Nuk e them. Jo, ulet zoti Bravo. Ulet zoti Bravo. Po. E çon në silent celularin, nxjerr nga çanta,
nga çanta, nxjerr diçka, ja shikoj çfarë nxjerr, një gotë plastike. I madh. Dhe ujin ta hedhin në gotë, jo ta merr dhe bidonin kështu. Komenti juaj. Çfarë është? Është sqimatar. Sqimatar? Ka sqim. Edhe për kujdesja, tha zoti. Eksperti tha për kujdesja. Unë thash sqim. Tani, të bëj pyetje unë se mua më thonë, pse e thua këtë të krajinës? Në fakt aty nuk e dija, ju betohem që pyeta. Në vërtet? Jo, asu nuk e di. Nga bravo është në skrapare. S'bëj nga këto gjëra. Dhe ka një lloj kështu diskutimi që dhe më vjen mirë që është ekzistojë, që aty lobi Dibran, lobi pikërisht pra. Prandaj ju pyeta. Dy kandidatë sot në skrapare, edhe Doloresa nga skrapare dhe prandaj ju pyeta. Tani ka kështu apo është kot, po e futemi kot kësaj që ky nga skrapare tani do themi ne. Ai nuk do t'ja di për punën që bën se gaç. Jo, se kisha. Ka lidhje kjo, ka shumica s'ka lidhje janë trima, pa diskutim. Mua më vjen mirë që është prishur nëse mund të ishte një lloj lobimi. Prandaj u pyeta. Me vërtet. Jam shumë i sinqert se di origjinën. Është mirë se edhe për perceptimin publik, sepse në krye kur ka filluar reforma në drejtësi, kur ka libertet ka qenë perceptimi publikut tek drejtësia. Dhe unë mendoj që edhe në perceptimin e publikut është më mirë sepse do flitet jo lobi Dibran janë më të fortë të zgjodhën njëri tjetrin e tjera. Po të zgjidhet Danxholi thotë? Po, kështu që është më mirë që ndodhi edhe kështu. Edhe Danxholi po të zgjidhej. Jo, unë mendoja, unë personalisht. Kjo ishte arsyeja që pyeta unë, nuk po them. Unë personalisht gjatë gjithë kësaj procedure kam pas dëshirë të zgjidhej Claudia Bravo. Jo, kam pas dëshirë të zgjidhesh Doloresa. E kupton? Por gjatë gjithë kohës mendoja, vetëm përpara 2 ditësh më ka ndryshuar mendimi, mendoja që do zgjidhin Xholin. Kur kam parë ato fotot, kam thënë përgjigjen e kam thënë hapur në media, ky është kryetari jashtë. Qeveria kishte të preferuar në saj në këta 4 kandidatë? Kishte. Mendoj që kishte njërin nga këto meshkujt, jo këto femra. Po e tjetri doli, Goga i doli. Po tani nuk e di. Nuk dua të prononcoj. Po kjo ekziston që Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin të preferuar zotin Bravo dhe Bashkimi Evropian kishte zotin Xholi? Zakonisht ndodh sepse europianët nuk përputhen shumë në mendime me amerikanët. Do të thënë luftë e ftohtë për SBA Po nuk diskutohet më Spaku është American Baby. Është Biblia e Amerikës, American Baby for sure. Natyrisht unë kam punuar vetë në ambasadën amerikane, kam qenë këshilltare ligjore dhe që kur kam punuar ambasadën amerikane këtu. Po këtu. Se ti ke jetuar në Kanada. Po, dhe unë që atyre diskutohesh që kishte nevojë për një strukturë të posaçme Shqipëria dhe ata e filluan në fillim me task forcat. Pra ka qenë ide totalisht e pastër amerikane për ngritjen e strukturave të posaçme. Nuk ka qenë kurrë ide europiane. Europianët normalisht e kanë parë dhe e kanë mbështetur. Jemi ndersh. Nuk do este si ide europiane. Shumë e vërtet, nuk do este si ide europiane. Po fare. Dhe nuk ka qenë fare ide europiane, ka qenë ide amerikane. Se hynë shumë shpejt në thes. Tani jemi në fund, unë do doja nga 1 minutë secili nga ju një konkluzion dhe një, do të thënë, pritshmëri, po themi. Si është pritshmëria për 3 vitet në ndërtimin e Claudian Bravos si drejtuesi i SPAK. Atëherë pikë parë i uroj suksese dhe mbarësi në punën e tij, mbarësi dhe shëndetësore. Dhe e dyta, nëse i keni para ato garat me stafeta, mos jetë më i ngadalshëm sepse ajo që i ka sjell stafetën. Pra të vazhdoj të arriti ritmin edhe të dali kampion në stafetë që sprintojnë tjetë sprint i lartë. Do të jetë kënga ta sprintierët, se me që thamë Sergej Bubka në kërcim me shkop, Usain Bolt? Po, ose i tjetë kush je një që thyu ca rekorde dhe la. Ben Johnson e doli kështu pasaj, po lere mos i futë. Ai kishte marrë doping, po Usain Bolt, bile se ti je anglisht fol se titut atëherë ishte, ai merrte çdo ditë medalje dhe more gold for Bolt. For Bolt, po. Unë mesazhi im është ky, natyrisht që është lajm i mirë, zgjedhja, unë mendoj që frikën e vrau Altin Dumani, ky ka rrugën e hapur, autostradën e hapur për sukses. Fjala jote në vesh të Perëndis, sepse ne si qytetarët e këtij vendi këtë duam të ndodh, që jo vetëm pandushkëshmëria, tani të ketë pandushkëshmëri dhe cilësi, se ti e the shumë bukur. Cilësia tani. Unë ju falenderoj shumë të dyve, zoti Xhepi, falenderit për prezencën, ishte e parë po u kënaqa profesionalisht me vërtet edhe. Na bëre të ndjehemi shumë mirë. Dhe juve zonjë. Edhe unë era parë na krijove shumë klim. Na vërtet u ndjem shumë mirë.
do t'ju ftoj, do t'ja bëj sot ftesën që do t'ju kem sërish në çështje dhe mundësisht se ju keni dhe angazhimet tuaja. Unë kuptoj, jeni pjesë e gjyqeve dhe unë e di atë, por të gjejmë të koordinojmë një orë të përshtatshme. Patjetër, me shumë Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar televizionistë, ky është emisioni për sot nga unë Roland Çafoku, mirupafshim.